Bernardo Salon, jeni gati? Vaj gati kam lind më burr. Për sa i përket i sporti gati kena lind. Si u duan këto ndeshjet? Ndeshjet. Me thënë drejtën kishte çik polemika ajo ndeshja e Atletikos me Realin, që për mua kosh Reali, që për mua polemika. Ajo ishte penalti, më thënë, u diskutoi që e ka prek apo se ka prek topin dhe për mendimin tim nuk e kishte prek, kom pa atë videon mbi 20 herë, se ka dalë në çdo rrjet social. Nuk e ka prek këtu? Nuk e ka prek. Por edhe unë që jam tifoz i Realit, atë penaltis duhet ja kishin heq. Tash çkonte si çkonte pastaj. Po unë që jam Barcelona dhe pranoj që e ka prek me të dyja këmbët dhe duhet heq. Nuk ishte e prek me ajo. Unë e kom pa videon 20 herë. Po ta shohësh mirë, po ta shohësh mirë. Ai rrëshqiti tani si mund të binte lojtari çfarë mënyre të rënit ka përveç prekurit topit. Po rrëshqiti ai. Topi deri në momentin që ai ka gjujt me komën e djathtë nuk ka lëviz topi. Jo, ka lëviz topi. Po tani ai ke video më po e ke video. Po në video ka lëviz e prek këmba, fillim, pastaj godet. Por topi lëviz vetëm kur ka kontakt me komën e djathtë që gjun. Nëse rregulli është se aty janë penalltit fundit nuk e kthen dot më mbrapsht. Rregulli është kur ti e prek edhe diun. E prek me këmbën e parë, me dytën do anullohet. Nuk ishte po Messi pse anullon atëherë? Kur e preku. Messi nuk është njëjti moment. Messi është I ramet majtën e preku që e djatha shkoi. Edhe kjo e djeshme nuk ishte e prek më. Po janë skemat që të kaloj Real. Po mirë, ju nodhi dy herë, rrshitën dy lojtarë deri. Po mirë, Reali mund të thotë pastaj që nuk i dha penallti kur e preku me dorë. Po e vërtetë është, mund të thotë një. Po kishte Po thonë që Reali nuk vjedhër. Reali vjedh pa. Po kësa radhë s'ka vjedhë. Këtë herë jo, ë? Ja. Këtë herë mbajti dorë. Unë pas të neshim Paris me Liverpool, ishte magjike fare, ishte si ato neshje shef herë në 10 vite, valla ja neshje magjike. Ai është dobët Liverpooli, ai është përballë. Jo, nuk ishte dobët Liverpooli, ishte mirë, po ishte super lart Parisi. Po pra, ai dobët përballë Parisit. Vje Parisi e dominoi gjithë lojën në burr. Mund do bëj atë, pastaj Parisi është përfitore për mendimin tim. Shiko, të ndaj mund them, kemi këtu çerkfinalet. Kemi Arsenal Real Madrid, Paris Aston Villa, Barcelona Dortmund dhe Bayern Inter. Ta bëjmë parashikimin para Flor. Do e fillosh ti? Po. Ha. Arsenal Real, me ndeshjen që pash Real Atletico, mu duk dobët Reali, kështu që mendoj që është Arsenali që kalon para. Kalon Arsenali? Po, kalon Arsenali këtu. Dhe Paris Aston Villa, me dominimin që i boni Parisi Liverpoolit, prap mendoj që e merr Parisi edhe këtë ndeshje. Fiton Parisi. Po, edhe këtu. Pastaj është Dortmund Barcelona. Kjo është ndeshje e fortë. Këtë mund shkoj vetëm si tifozlik me Barcelonën. Po ndeshje e fortë është. Më pëlqeve. Ndërsa Bayern Inter, për ju që mendoni që unë do them Bayernin, jo do them Interin. Kalon Interi. Kalon Interi me Bayernin? Po, me këtë Bayernin Bayerni është shumë dobët. Për mendimin tim është shumë dobët Bayern. Po. Nuk Bayerni dominoi Leverkusenin çdo lloj forme, çdo lloj. Bayerni dobët ka 90% grupit gati, vetëm po fiton. Ja, ta marrë vllai këtë dhe do haruni këtë ju do e nxjerrni kur kalon Interi. Arsenal Paris mendoj që kalon Arsenali. Ja, Maria. Po, kalon Arsenali. Arsenali është në finale këtë vit. Jo, skur në botë, s'ka shans. Dhe Barcelona me Interin kalon Barcelona. Dhe finalen e merr Barcelona për mua. Këta përshkimet e tua. Ky është Champions i Jamalit, i Rafinhës, i Gavit, Lewandowski. Interesant. Arsenali, domethënë deri në finale ata që jam dakord vetëm me përfundimin, që fiton Barcelona me rrugtimin, nuk jam dakord. Asun s'jam dakord. Ta bëjmë atë timen që t'jap edhe unë një ide ndryshe. Hajde Saloni është tash i çuna. Real Arsenal, vallai, duke pa paraqitjen e Realit edhe pse Atletico është shumë mirë mbrojtje, prapë është ekip shumë i rrezikshëm. E del Reali, e kalon. Po. A kena me tash sa bukur, Paris Aston Villa, me thon drejtën edhe Aston Villa nuk është keq si ekip, po Parisi është shumë fuqishëm taktikisht, përveç individualisht që janë super gjithë lojtarët, e kupton, edhe dominancë totale kundrejt Aston Villës, mund dalë 2-0 e pastër. Parisi. Për më poshtë pastaj me çifti që bëre këtu. Është interesante ja. Barcelona është shumë lart. Çfarë do lloj ekipi të kishte aty në këtë lloj faze shumë lart, edhe del me shumë lehtësi kundra Dortmundit. Sido që të shkoje në këtë formë që është Barcelona dhe kaloi Dortmundit. Te Bayern Interi pastaj pavarësisht se Interi ka qenë shumë mirë, edhe ka qenë super champion, super grupe, ka hungur veç gol.
në fazë grupesh, edhe mendoj që Bayerni duke dominuar në atë formë Leverkusenin, që është ekip shumë i fuqishëm, Interin sido që të shkoje do Leverkusenin e ka rraf 20 herë se e kanë kampionatin, do e grije fare atë Interin. Jo se ka rraf 20 herë me Leverkusenin kampionat ka Mordajak. Ka 20 ndeshje për shkak që janë luajtur vetëm kohë të fundit me Leverkusenin se e kanë kampionat, këtë po them. Nëse Interi nuk e ka provu vit për vit, nuk e provon 2 herë në vit neshën, a kupton? Me thënë drejtën, do provoj fuqi gjermane të frikshme Interi kësaj radhe, kalo Bayerni. Dhe mund të kaloj Bayerni, po nuk mendoj që e grini Interin në këtë pikë. Jo, do jetë vështirë si neshje, mund të jetë 1-0, mund të jetë 2-1, si dihet si shkon. Paris Real, pavarësisht se jam tifoz i Realit, në këtë formë që është Parisi, Mbappéa do. Çe të boti. Çke valla vazhdo të s'kisha kamer. Po jepi. Në këtë formë që është Parisi, sepse jam tifoz i Realit, është shumë i punuar mirë taktikisht. Edhe është shumë fort gjithë ekipi, ka dhe i frymë ekipi shumë të bukur, edhe do pendohet ai Mbappéa që lëvizi me thënë drejtën. Kalo Parisi në finale. I merr hak dhe e merr frikshëm hak. Po çfarë thonë po ta. Dhe Barcelona Bayern fort. Parisi dhe Barcelona janë në finale. Edhe mendoj që e fito Parisi. Kot kurioz sa del Barcelona Parisi nëse bim bash. Barcelona Bayern. Dhe ndeshje me gola kanë përshtypjen. Po mund dale 3-2, mund dale 2-1, se Bayerni ka treguar që ka treguar dhe Barcelona që e daja. Ma e të gjë që ndodh. Po është ndryshe Barcelona tani. Ka i Messi të vogël aty që. Po pra ka jam që më çliroi ekipi. Kjo finale pëlqen me thënë drejtën. Është finale e bukur edhe do marrë edhe hap prap Parisi për çanolli para do viteve që ja vodhën atë edhe. Nëse po të pëlqen kjo që po shikon, na ndiqni në kanalin ton Andale në YouTube për të parë videon e plot dhe mos harroni të bëni subscribe gjithë. Ja do parashikimin tim, e lash për fund se kjo do jetë ajo. Kjo është e vërtetë, kjo po. Arsenali me Realin. Tani jo për faktin që unë jam me Barcelonën, po për faktin që Reali vuan vetëm me një lloj ekipi, me ekipe që luajnë mirë taktikisht. Arsenali luan mirë taktikisht. Kështu që për mua eliminon Realin. Do vuaj pak, po tani duhet dhe një që kalon. Mos zgjidh ato që zgjodha unë. Jo, nuk ka lidhje. Paris Aston Villa për mua është ndeshja më parashikueshme nga të gjitha. Pa çka se këta janë mirë. Dalin e 0-3. Ja. Si dihet si shkon prap, por që Paris mirë, po imagjino Parisi mundi Liverpoolin, që vetëm se kishte Alisoni port, po do kishte dalë ato ndeshje 7-0 ja 3-0 me sigurt. Nuk mendoj që e dyshon Aston Villa. Barcelona Dortmund. Nuk kam dyshime fare të kjo. Po normal me tifoz. O tifoz ja, po puna është Dortmundi Lilën me zi kaloj, me gabime portierit dhe me të gjitha prapë me zi kaloj me penalti. Bayern Inter Flor. Bayern është shumë mirë. Ama kalo Inter. Nuk e di, unë nuk e kam shef Interin, po e dua një ekip italian të kaloj. Edhe mendoj që Interi do vuaj kështu deri minutë fundit, do e bëj një gol do kaloj. Interesant. Deri tani e si puna ime. Dhe aq më tepër, unë dua edhe një Barcelona Inter gjysmëfinale se kanë një akmarrje të vjetër për të bërë. Arsenal Paris, kjo është e fortë, po që Parisi është finale. Si këtu e ndroj. Ja, Parisi është finale për mua. Ti shkove Parisin finale. Këtë vit e meritojnë ata. Me atë grup që kanë e meritojnë finale. Okej, Barcelona Inter është Interin finale. Po se fitoi Parisi këtë vit, do e fitojnë një herë në jetë. Po nuk e fitoi Parisi nga Barcelona përballë. Nuk e fitoi nga Barcelona përballë. Interin dash Barcelonën, si të ketë Dortmundin, Barcelona tani Interin me vërtet e kalova. Me thon drejtën, çfarë ishte Liverpool, Paris, kush fitonte atë ndeshje, për mendimin tim, kishte kryer në finalen. E kishte të sigurt. Mendimi im. Interin e kalova veç për të harrar Barcelona gjysmëfinale, nuk e kalova për gjë tjetër. Fal pak, nëse mund të ishte fituar dhe Liverpooli atë ndeshje. Okej, Paris. Do ishte Liverpooli finale. Pse ishte në finale? Po duke marr parasysh gjithë duke marr parasysh që mund të kesh ndeshje me Realin, mund të kesh ndeshje me për Reali nuk është sistematiko bursi Liverpooli. Reali shkon humb ca ndeshje që s'bën sens me i humb. Po jo Ligën e Kampionëve. Do kishte ndeshje të forta vëlla. Edhe Ligën e Kampionëve kanë. Ora, Rafi Milani më burr, Rafi. Po vëlla, nëse është shef Parisi, gjithë pa qartë. A kanë vetë them kush fiton apo nuk e do? Po Barcelona më normal që fiton. Gjithë pa qartë vetëm një sekond. Po. Nëse është shef Parisin, nëse kualifikohet i bit ose me Realin ose me Arsenalin. Po. Po. Kështu që nuk është se e ka pasur. Edhe Liverpooli, nëse do kualifikohesh se i bite o me Realin o me Arsenalin. Liverpooli Realin e rrafin Champions kur u bë fazë e grupit. Parisi kishte vetëm Aston Villa. Liverpooli i bini me Aston Villa. Po pra, edhe Parisi me Aston Villa i ra. Po.
Po ideja është pas Aston Villës vjen ose Arsenali ose Reali që janë të dyja në grupi shumë fort. Edhe po them që kushdo që të kalonte, edhe Liverpool, edhe Parisi, po të kishin o Real o Arsenal, do I kalonin të dyja. Edhe ishte kështu e sigurt se nëse si përfundim me ç'a morëm vesh neve, Barcelona me ka Champions League. Gjithmonë që me Barcelona, pa çka se ndalin në një Inter kështu, në çuditërisht në Inter Paris në finale. Aston Villa. Mos po shohim në Arsenal ose në Aston Villa. Po Arsenali ta çova në finale, po ndoshta shkon dhe me Inter. Se edhe Arsenali